Aty ishin gjitha gocat e bukura të Shqipërisë. Ishin me minifun, me dekolte, ishin me shami, ishin musliman, krishter. Plot vasha të bukura e djem të ri, kishin mbush bulevardin. Kush ja Talibanët? Don ta identifikoj protestën me lëvizjet marksiste dhe ka bashku Mjekroshin që u kthy nga Gaza me Arlin Qorin. Në mënyrë që të duket protest kundër Izraelit. Kjo nuk është protest kundër Izraelit. Pra, nuk do arrijë që të kapet protesta. Nuk e kap dot ai protestën, jo sepse nuk e kap dot, por nuk do ta lëm ne ta kap. Si nuk do ta lëm ne? Jemi aty ne, po kontrollojmë gjithçka, po shohim gjithçka. Kush e devijon se po viçin ta tentojnë të kapin mikrofonat, tentojnë të bëjnë këtë, e po rrim veç, po rrim anash dhe po tregon Rama, po i fut njerëzit brenda për të treguar që kjo është protest kundër Izraelit, kundër Amerikës, kundër imperializmit amerikan, kundër çifutëve. Ka marrë atë zotrin që ka ardhur nga Gaza, që e kapën izraelitët atje. Ka bashku me atë Arlin Qorin dhe në vend që shlirojnë Shqipërinë, tani po shlirojnë Shqipërinë dhe Gazën. Kupton kush është filmi? Në mënyrë që protesta të duket radikale e majt dhe islamike talibane. Kjo është helmi i fundit që bën Sali Berisha me Edi Ramën. Prandaj unë dje bëra një status në faqen time të Facebookut, ju drejtova ambasadës amerikane dhe izraelite. Ne nuk jemi kundër investimeve të Amerikës, të Izraelit, të arabëve, të turqëve, të evropianëve, të grekëve, të asnjë lloj shteti tjetër. Ne kërkojmë transparencë, ligj, llogaridhënie deri në milimetrin e fundit, kush janë, kush po ndërton, kush është investitori, kush është përfituesi i fundit, kush është Guacka, kush janë pronarët rusë që fshihen në offshore në Hollandës, kush është ky, kush është ai, do të na i tregoj fije për pe ai dhe kush qa pjesë e ka. X oligark, Y oligark, ta kryesorët e Shqipërisë që po bëjnë investime të mëdha. 4-5 investitor ka Shqipëria. Qet Kastrati, Bashkim Ulaj në Rjoll, Samir Manja, ai Bashkim Ulaj dhe gjithë këta. Këta janë kryesorët që kanë dhe mediat, kanë dhe pronarët e televizioneve. Bashkim, Vjollca Hoxha, Tandulaku, janë gjithë këta që janë bosat e Shqipërisë. Do të tregojnë fije për pe kush po i merr, kush po i çon, kush i ka licencat, ku do i çojnë. Shqipëria nuk është në shitje. Nëse ka plan për ta bërë Shqipërinë Izraeli 2, do të bijnë faktet dhe do ta shohim dhe do dalim ne, do t'i themi se çfarë po ndodh. Por kjo nuk është një protest kundër Izraelit, as kundër Amerikës, as kundër imperializmit amerikan, as kundër ndërtimit, as kundër biznesit. Do na tregojnë cili është plani financiar që fitojnë shqiptarët. Qa fitojnë shqiptarët? Ligjet i ka bë Edi Rama me Berishën, 7500 e njishin, e kanë hedhë në erë pronën shqiptare, po në vllavrasje në Shqipëri, po shkatrojnë gjithçka, dhe tani po vinë dhe kanë bë ligje për investitorët strategjik, zero taksa, zero kjo, çfarë fitohet në Shqipëri deri nga Shqipëria. Flitet për një 4 miliard në mos gaboj, 10.000 vende pune. Janë 4 miliard, 4.2 miliard euro, të cilat do bëjnë investim, mirë se të vinë, kush do bëjë investim, është zonë mbrojtur apo jo? Është pronë publike apo pronë private? Kush thot ty me rrethu me tel me gjema pa pas vendim gjykate? Ku janë letrat e pronarëve? Se u transferu kadastra nga Vlora në Tiranë?
ka mira pyetje. Cili është përfitimi ekonomik i shqiptarëve nga ky investim? A janë vetëm punojësit dhe pastruesit e haleve të Argjenta dhe të Florida, të pasunarëve të botës, siç janë bangladeshasit e shkret apo pakistanezët që punojnë në Dubai, për 400 euro janë vetëm punëtor sanitar, kamariera edhe pastrues guroresh, ose vajatisësh, njerëz që ndrojnë vaj në ekskavatorëve. Kjo është çështja. Ne duam të jemi të qartë, duam të tregojmë shqiptarëve çfarë po ndodh. Atyre u ka ardhur fundi, po fusin tentakulat e tyre për ta rimarrë në kontroll protestën, dhe ne jemi aty. Siç e thatë edhe ju, ka rrezik që të jetë pa kokë. Ne e duam pa kokë, sepse ishte pa kokë, është frymzu pa kokë, është çështje kombëtare, por klanet e Tiranës po prodhojnë njerëzit e tyre, secili televizion e ka nga i kokë që e ru për ditë shahu, për ditë vështira.